Ky e ka çik qef famën. E doj çik audiencën. Po fon që po më shan, dëgjoj vëlla. Jo, nuk po të shaj, për zotin nuk po të shaj, po të them realitetin, se çka ke bën me mua po ta tregoj. Unë s'kam sha me rop, me të thënë gjëra që si ke unë s'kam sha kurrë. Kam thënë se çfarë je sjell me mua, si je sjell, për hatër tjerëve, ke majt krahun tjerë, ta kanë fut tjerë, ti ke dalë ke shajt vet nesër edhe ke nxjerr mu keq. Kemi makinë, s'kam makinë, se s'kam më shumë lek. Hajde pak te Fieri, vetëm jam të dal vetëm. Vetëm hajde. Po atë atëherë dha mbërë blok. Atëherë dha mbërë blok kur të erdha që thash jam Fier, mbërë blok. Hajde pak në Fier, nuk të kam parë në Fier unë, po vetëm hajde në shikoj. O vlla, Policia e shtetit unë nuk do fyj asnjë ligj. Vetëm nisu pak. Mos po vlla. Live-in tënd hapur. Vetëm Ore të kuptoj, atëherë dha Fier, am fute blok. Po. A je në Lushnjë tani? Po. Okej, Lushnja nga Fieri 10 minuta rrugë. Je me makinë, vetëm nisu pak. Ore do vi, po. Po me live se maj do të makinë se myllet, po. O vlla, i sekondë se diu që keni qef. Atëherë dha Fier, pare jave. Atë shkrujta jam Fier, am bërë blok. Ti se di, am shkrujtë ndark, hajde në Fier, edhe bërë blok nesër kur të erdha? Emrin e ke gres, po e kuptoj pak. Vetëm hajde të ulemi pak, bëjmë një muhabet unë e ti. Ti mbaj live-in hapur. Ti mbaj live-un, kur të ulemi të kabin, ti mbaj live-in hapur. Unë vetëm duhet të flas 2 sekonda me ty para live-it. Okej? Nuk vi, për qa me të ardh live? Pa a ke qef me fol me mua, hajde pak në Fier, no? Po du me fol me ty, unë fol me ty. Unë fol me ty privat, nuk fol live. Here, me respect, whatever. Vetëm hajde në qink Fier. Unë sa jam lartë tani, gati jam. Vetëm total. Hajde pak Fier, shkro ma numrin privat, ti rri me live-in hapur. Ta jap, unë policia e shtetit nuk do fyj asnjë ligj. Vetëm hajde pak. Po Lushnjë pse s'vjen ti? S'ka makinë, nuk jam. Ta paguj vlla jo taksin, a do me ta sjell taksin? Besoj unë taksista. Unë do dal në kem deri diku, e do të them hajde ulu. Valla, po unë s'jam besprem. Unë ta sjell taksin e të vish, po të bëri gjë taksixhi, unë të kam borxh jetën, ja ku jena këtu. Kur të vishte mu takoj flasim, hapet ti live-in, pse ta hapun? Sa gjëra, vetëm hajde pak, sikur të kapa eve duke shar. Prandaj po të them, vetëm hajde në çik Fier. Mos ta zjasi me biseda, mos ta zjasi me live me gjëra. Unë nuk do të bëj ndonjë gjë. Unë vetëm dua të vish ti gres, dua, e di ç'a dua. Vetëm dua të shikoj pak fytyrën tënde kur ti je drejt për drejt me mua. Unë e ti drejt për drejt. Qa menon ti? A menon se më bën dot gjë më që thos do të bëj gjë? Wallahi e di, dorën Kur'an, vetëm dua ta shikosh çish ke për të ndier këtu në zemër kur ti je drejt për drejt me mua, vëlla. Po hajde, a pse s'vjen? A do me ta pagu taksin me ardh? Po çfarë? Unë as nuk njoh, ti s'ke asnjë urgencie në jetë. O vlla, apo më thut në kesha? Diçka për ropt e këto gjëra, më mirë mos ta bëjmë live. Për ropt. 10 minuta live, je 10 minuta. Për ropt? Unë i kam sa gjëra në telefon, vetëm hipi më. Okej, nëse të kam sha me ropt, thuj qa dushti. Unë vllai, ti po merr më thumu ke sha. Pse s'vjen me mkap mër burr? A do me mkap? Jam Lushnjë, do ta paguaj taksin. Për zotin, ke për të patë audiencë pa parë, do ta jap vllai një farë. Po vlla, nuk jam diçka, kur ti je drejt për drejt me mua, me sytë e mi, se në live është ndryshe. Vetëm dua ta shikosh pak kur je drejt për drejt me sytë e mi. Unë e ti mbaj live-in, vetëm edhe zërin lere hapur. Vetëm dua të shikosh diçka kur ti je me sytë e mi drejt për drejt. Po unë kam qef të vish ti dhe ta mash ti live-in hap, jo unë. Dalë unë do të nga Fieri, unë kam detyrimet e mia, kam një nën 96 vjeçe, 4 vjeçe, po pret bëhet 100 vjeçe. Unë kam shpërblimet që duhet bëj para se të ndrojnë të ikim te dynjaja. Po mos ki frikë se stikën jeta nga mumër, hajde më tako, siç do më takoj unë ty në Fier për qef. Do i gëzosh ato 4 vjete, nga unë s'vjen vdekja, ti ru nga Kozaku në i tjetër që ke asmëri, jo nga unë s'vjen vdekja ty. Ne të dy mund zihemi kështu. Unë e njoh vetëm ti, po Grec, unë po të kam një gjë. Ti je 10 minuta larg je brenda makinë. Jemi o vlla, ti je, gjoj sekondë, shiko është problemi. Gjë pak. Ti je në shtëpi, jem 10 minuta larg, unë jam ti je në shtëpi 10 minuta larg, unë jam qendër Lushnjës, jam 10 minuta larg. Ta sjellun taksin, hajde më tako. A kupton? Është thjesht.
zero. Si? Flet në kamër, flet si njëri shumë i ndryshëm. Më flet si njëri komplet i ndryshëm. A feti im me kanë fikë. Unë po ta them, vallahi e di për Allah. Për Allah, nuk ka marrë vesh që ke qenë firë. Ti je personi i parë që pa më fot. Për kokë familjes, për kokë familjes, nëse ti do më hosh dhe këtë gjë, mos mbëj ta thirr dhe atë gocën që ishim live tu komentuar, ja ishte të komentuar the të presën sheq. Te live im. Po zgjatet shumë biseda në live. Po tash kur s'pëlqen, atëherë da të shkruajta o Gucci jam këtu më fute blog direkt. Vetëm po të pyes. Rëndësi vlla. Për zotin, unë nuk të vi, po jam duke të prit me gjithë shef. Shikoj, jam zbafur ti vesh çarapet të vë atletet të dal pim një kafe. Por vetëm duhet kuptosh diçka kur të më shkoj drejt për drejt në sy gre. Vlla, hipi makinës hajt më burr. Niveli me çfarë? Dëgjoj, secili ka vuajt në jetë. Po niveli ku jam unë në Grece, kush je ti, është completely different, bro, është ndryshe. Pra po Qa di për mund, jo Gucci, nuk je vetëm tim bot, o Gucci. Për zotin si je vetëm tim bot. Vetëm ti me ti as nuk ke rëndësi, po sikur po më përmend Pse ti, si pa më njoh, a ishe ti që më erdhe mu si burri mirë, ti s'ke njoh mas nga Semi, as nga Alexi, nga Klevio, ke fut live, ke shkrujt, më ka thënë menaxheri im jam çuni mirë, më them unë jam kraun e Semi, do mbështes Semin, unë thash o Gucci, unë s'kam gjë me Semin, dil nga live i më the, dil nga live unë do mbështes Semin, dole nesër e shave Semin me rob. Edhe ty të erdhi natë që thash unë, kështu e ke shoqërindi që dele shan tjetri me rob, nesër? Grec, hipi makinës, hajde pak të bleta aty të pim. Ore të makinë jam duke të prit, pse s'vjen? Po vesh çarapet, hajde pak. Hipi makinës kam bro, je me makinë. Vetëm një kafe mbaj pak live-in hapur. E vetëm duhet më shikosh pak drejt për drejt në sy. Live-in mbaj audiencës. Duhet ta shikoj dhe populli qysh. Nuk dua, Nuk do të O Gucci, ti ke qenë 5 muaj në burg, unë s'dua audiencë. Unë kam qef me marr ti audiencë. Hape ti live dhe hajde ti. Armëra nuk kam. Fika nuk mbaj se s'duhet të haj me shtetin. Vetëm do të dal pak e duhet të flas me ty, të pim një kafe. O vlla im, unë s'dua audiencë. Ti ke qenë 5 muaj në burg, unë kam pas. E di që ti ke nevojë për audiencë. Hape ti live-in, hajde ti. Grec, mos ma zjat më bisedën. Vetëm please, wallahi e din. Edhe dëgjoj, është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë e di që ti e ndjek. Është suneja ne ta përballojmë me njëri tjetrin. Ti po desh mbaj me kamerë, unë po them më mirë ta bëjmë fshet. Do t'jap 2-3 sekonda do t'jap në kam. Vetëm hajde në qik. Wallahi e din, dorën Kur'an, prita ma Kur'anin nuk do të ham. Një sekond se ti da. Një sekond se është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çuna mos priti sekond se mos do me mgjujt ky mu. No, vetëm duhet shikosh pak veten në sytë e mi, se si shumë po i jep gojës në live lo. Vetëm hajde pak ti po dish audiencë, unë do jem me live fikur. O Gucci, nuk do audiencë nga ty, me dash audiencë nga ty, unë të kisha shavlla. Ty është të djek se unë po të them vërtetën, është të djek jo? Djek, mua po mikën zari. Më mirë hajde përballou para se të ngrihem, se po u ngrita, juve me lingonjat unë vetëm ri mos u ngriher. A do të vish këtu? A do vish 10 minuta jam te bleta. Si e ke ti 10 minuta në makinë, unë kam 10 minuta në kem. Ore, di e vllai, po kam qef me ardh ti mor burr. Do vi unë pa problem di tjetër, vetëm hajde pak 1 sekond tek vllai. Tasi, je musliman. O zemra vllai që thuti hajde vllai, do me më thon vllai me mrradh. A je musliman e Greca? Po mër, si jam musliman, e besoj shumë te Zoti. Fadel akhi. Tafadhal, takullah, e ki vetëm tafadhal. Ore, si frikacak. Po normal që frikacak se ka bë, normal që frikacak se ka bë 20 vjet pa lesur budallaj, jem dot me këtë me grusha tek për tek, e kuptoni dot? Unë nga birucat, nga spionimi. Po le, unë të shoh ndark do bëj ushtrime me atë që ndoshin ti, po leje tash i muhabetin. Kap gallata e qefi vëlla. Si vetëm ti që je më i afër, je 10 minuta. Hajde pak lutem. Ti mbaj live-in hapur po desh. Unë vetëm duhet më shikosh pak sy ball për ball. Buç, me rob shpirë, unë vi po nuk të besoj e bisha. Nuk besoj, kështu që unë nuk jam bespre me din gjithë. Më mirë hajde ti. Dgjoj mua, dorën në Kur'an, unë nuk hajem dot me shtet. Me shtet e me ligj unë nuk hajem dot. Unë po çfarë do me mbrap?
Do me ndesh tek me mu. Ty vlla, ti mbaj live-in hapur. Ti po deshe rri me live hapur. Unë se dua për audiencë. Unë vetëm dua të mësoj diçka ty vlla, si shumë po më përmend. Pa më njoh. Pa më njoh si shumë po më përmend Po vlla. vlla, po pse ju djeg ju kur ju doni me mul mu, kur ju ulun ju prekeni ju, a? Ore, je dikush që e ke jetën pas mbari vlla, si shumë po fut hundët e jeta ime. Pa më njoh. Po vlla, ke fut ti te jeta ime, a je ti tash, a do të folim apo do të bësh kështu ti, si të pëlqen ty? Unë s'kam makinë. Hajde, më ke 10 minuta live, hajde bleta. Po s'kam naft, mori. Hajde ti mor burse, s'kam naft, hajta sjell unë taksin. Alright, Gretz. Mos më përmend më. Lutem, më mbaj emrin tënd jashtë kohës time. Mbaj emrin. Ta rujt zoti atë nënën që ke aty ty, po që Dëgjoj, unë do ngrihem, me ngadalë, unë do ju ndjek, do i gjej juve një nga një. Po më mirë Gretz, me që je vlla im në Islam, hajde përballoj vet çka kam për të ofruar unë ty, para se të qepem unë nga mbrapa. Jo vetëm unë me ujqërit e mi. Se kam qenë një jetë të tërë jetë vetëm nga zozat jam shqyr, më dili nga 50 veta më kapnin. Më kanë kap peng torturur, mbi tortur. Shqiptarët më denonconin, më fusnin në burg. Më mirë hajde përballoj me Hajde përballoj me para se të qepem unë nga mbrapa me ujqërit e mi. Se tani jam bashkuar me gjakun. Skepse më qep, o vlla, se unë jam në rrugë, nuk është se kam mika, kupton, po unë aty zvisëm, s'ndeshëm. Nuk të ngjova.